Për përballimin e situatës emergjente të shkaktuar nga përmbytjet e 6 janarit, Bashkia Gjirokastër do të përdor fondin rezerv, i cili u miratua sot gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak të mbajtur jashtë radhe. 14 familje, banesat e të cilave janë dëmtuar dhe paraqesin rrezik për jetën e banorëve, si pasojë e rishkitjes së tokës, amortizimit të strukturave, rreshjeve intensive dhe përmbytjeve, Bashkia do t'i akomodojë në banesa me qira sipas strukturës familjare përkatëse. Masa e subvencionimit të qiras do të zbatohet e plot. Ka disa familje në qytetin e Gjirokastër të cilat ka nevojë për strehim, për emergjencë urgjente, sepse banesat e tyre janë të pabanueshme. Ekzekutivi ka marrë masat e duhura për t'i sistemuar në banesa sociale. Dhe kushdo që ka nevojë, që e ndjen veten që është në banesë pabanueshme, të drejtohet te kryetari i bashkisë, te zyra e emergjencave civile dhe përgjigjja do jetë e menjëhershme dhe zongelet njëri pa u strehuar dhe pa u ndihmuar. Falenderojmë dhe forcat e armatosura, të cilat janë përgjigjur thirrjes së bashkisë dhe sot qytetin e shikoni të pastruar, të rregulluar në mënyrën më të mirë. Në këtë mbledhje të zhvilluar online, kryetari i Bashkisë Flamur Golemi tha se të gjitha strukturat e Bashkisë Gjirokastër janë në terren për stabilizimin sa më shpejt të situatës, ndërkohë që bëri të ditur se 90% e qytetit të Gurtë është pastruar. Për fat të mirë, e keqja kaloi, sidomos tash u rrezikuan jetë banorësh, qoftë në tek pjesa e lagjes së bllokut të furrave, por edhe nga rrëshqitjet masive që kanë ndodhur në njësinë administrative Lunxheri. Kemi reaguar shpejt, kemi patur suportin e forcave të armatosura, që në ditën e parë, ARSH-n, për fat keq nuk ka patur vullnetarizëm, nga ato zona apo nga ajo pjesë e banorëve që nuk u prekën. Sot po flasim gjithë kapacitetet e Bashkisë Gjirokastër, pra shërbimet publike janë në terren, janë akoma duke vazhduar qoftë lagjet e sipërme të terrenit, por edhe në pjesën ekstesive administrative. Aktualisht qyteti është pastruar në masën nga energjet në masën diku ke 90%. Fondi rezervi miratuar ditën e sotme me qëllim përballimin e situatës emergjente të shkaktuar nga përmbytjet e datës 6 janar 2026 në Bashkinë Gjirokastër ka shifrën 6 milion lek.